Do me thonë me datën 4, ne dorëzum një kërkesë të drejtuarit, do me thonë institucionit ku punojmë. Njëra prej kërkesave ishte të marrim vendime të përhershme pune dhe tjetra ishte do me thonë të paguajmë pagat e papaguara për muaj që ngecën, gjithashtu edhe të kemi një kontratë në vepër që ne të mundim mos punojmë pa paga. Njëra prej kërkesave ose e dyta të themi është e pranuar nga institucioni ku punojmë, do me thonë drejtori na informoi neve punëtorëve me kontratë që do të kemi vazhdim të kontratave deri në muajin e 12. Kjo është një plus për ne. Megjithatë tha që për kërkesën e parë dhe më të rëndësishme të drejtohemi drejt Ministrisë së Shëndetësisë. Që Ministria e Shëndetësisë të bën kërkesë dhe lutje në Ministrinë e Financave që të aprovohet vendimet e punës. Do me thonë tash për momentin protesta jonë është e qetë dhe do të vim në heshtje, do të presim deri në momentin kur Ministria e Shëndetësisë zgjedhet problemet e vetë dhe pastaj të na jep përgjigje të saktë se çka më tutje me ne që punojmë me kontrata në vepër. Me pagat e papaguara na informuan se do të lëshohen domethënë pagat e papaguara brenda kësaj jave. Kjo është përgjigja e drejtorisë. Pasi të lëshohen kontratat do shohim se sa do të jetë paga, e cila ka qenë në minimale deri tani.